autizmi është një problem që lind, është një problem që zhvillohet? Është problem që lind, do të fëmija lind me autizëm. Do me thonë, në kuadër të qësaj, nuk kuptohet që sistemi nervor qendror, truri, nuk zhvillohet që ashtu qysh duhet, qysh zhvillohet të një person tipik neurotipik. Një fëmijë me zhvillim normal. A ka ndonjë faktor që nanat e reja duhet me ditë për çështjen e autizmit kur janë shtatzan? A mundën me bo ato diçka me parandalu autizmin? Fatkeqësia e problemit çrregullimit autistik është problem që nuk ka metodë diagnostikuese, nuk ka metodë skrinuese e cila parasheh ose paradiagnostifikon problematikën në fjalë. Edhe kjo është sfida e shkencës, sfida e shekullit tonë në kashim me autizmin. A ka për shembull raste kur janë identifiku faktor infektiv, për shembull një bakteri ose një virus ose gjatë asaj kohe ose temperatura e lartë e prindje, a mundën çto me ndiku që një fëmijë me pas autizëm? Prap nuk është faktor i sakt relevant i cili përcakton që me të vërtetë infeksionet janë faktorë të cilët mund të ndikojnë, mirë po gjithmonë janë me një rezervë. Edhe infeksionet e nana, edhe stresi, edhe trauma, edhe ushqimi, edhe ndotja ambiente, gjithë janë faktorë të cilët mund të ndikojnë.